Strumbullari i gjitha poshtësive dhe ligësive që vijnë sot në Shqipëri Sali Berisha, se tradhtoi të djatën, tradhtoi idealistët shqiptar, përzuri të gjithë të përndjekurit politik, i largoi me të gjitha mjetet edhe mënyrat dhe sa afroi njeri rreth vetes atij dhe ka grumbulluar rreth vetes ca çapaçul, ca spiun, ca servil, ca patronazhist që janë të pa cipe dhe të pa ndesh. Ai bashkë me Edi Ramën në 21 janar kanë ekzekutuar 4 qytetarë shqiptarë. Ishte ekzekutimi pastër dhe ishin bashkë. Të dy bashkë kanë bërë. Ishin bashkë për të thënë shqiptarëve që mos delën protestën e të vrasin. Por këtu një rol shumë negativ ka luajtur komunisti Sali Berisha. Se do arrestohet. Ka mbaruar atë punë. Edhe pse është në nënhetim, po do arrestohet. Do arrestohet Berisha? Do arrestohet Berisha. E kanë marrë vendimin amerikanë se ka marrë unë. Ka ardhur FBI-a dhe DEA në Shqipëri. Nuk e shikoni që këtyre u mbeti mendja Evropë, në një kohë që neve Evropa na ka ndarë 5 shtete. Cila Evropë? Evropa kurvë? Evropa kurva plak? Cila Evropë? Miq të Piskut, ju përshëndesim. Jemi me një njeri të nderuar, një shqiptar, patriot, jo nacionalist, do ta bëjmë të ndarjen, por edhe pse zotnia e bën më së miri për çfarë do lloj gjëje se çka duhet të bëjë çdo shqiptar, për mendimin tim, me aq sa e kam ndjekur zotnin Zaçi Islami, cilin e përgëzoj për atë se çka na ushqen në brezin e ri, por edhe shqiptarët e tjerë që ndoshta kanë vite mbi supe, që mendoj se do të jenë edhe ata njerëz që do të lënë diçka, një gjurmë. Ju, Zaçi Islami, keni qenë po i njëjti dhe në vitet tuaja të rinisë, apo është le të themi një thirrje për shkak të moshës ku jeni sot, e cila ju thret për të lënë diçka, një gjurmë në këtë vend? Të falenderoj një herë edhe për kohën dhe për edhe unë falenderoj për interesimin tuaj. Në radhë parë do të korrigjoj. Unë jam nacionalist dhe supernacionalist. Dhe ju duhet hiqni konceptin komunist për fjalën nacionalist. Nacionalist zotëri është përkthimi. A më bëni një ndarje, një shpjegim çfarë do të thotë për ne që nuk e kuptojmë. Po ja, atë jam duke bërë. Pikërisht atë jam duke bërë. Pra, nacionalistit komunistët shqiptar i dhanë një konotacion shumë negativ, armiqësor, regresiv. Nacionalisti është adetari zotëri. Dhe unë jam adetari pa tundur, i pa lëvizur. Kështu e kam. Jo, cila është diferenca midis nacionalistit dhe patriotit? Asnjë diferencë. Diferenca është pra është ngjyresja në vend të tjerë, pra. Bravo, është konotacion që kanë bërë komunistët shqiptar. Është vënë shenjë barazimi në mënyrë më të padrejtë midis shovinistit dhe nacionalistit. Është tjetër termi, po, tjetër termi. Nacionalist dhe patriot është e njëjta fjalë. Nacionalist adetar. Se dhe patriot është greqisht. Nacionalist është italisht, adetar është shqip, por është e njëjta fjalë. Ka të njëjtin kuptim, ka të njëjtin filozofi. Je adetar kur je nacionalist. Falenderoj shumë për shpjegimin. Shpjegimi i dytë, ky është i pari që kemi nëpërmjet kamerës, i dyti, ndërsa i pari është një tjetër që ka shërbyer shumë, ka shkundur për sa i përket pjesës përgatitore, jo vetëm time, por të shumë të rinjve dhe shumë profesionistëve që konsiderojnë veten sot tani lidhur me konceptet e mia. Zotëri, unë vi nga një familje adetare. Gjyshi është burgosur sepse shpërndante dhe mësonte gjuhën shqipe me një abetare të vitit 1892-93, mos gaboj, nuk e di kush bëra ajo nga shoqëria e Stambollit edhe e Rumanisë. E kapën turqit, e futën në burg dhe shtatatisur andej. Ka ardhur në fshat dhe ishte kështu hoxh në profesion, si të thuash, dhe e quanin Mulla Zaçja. 3 djemtë e tij, Nebi Zaçja u bë sheh Halveti, është i njohur gjithë kurvelesin. I dyti, Hito Zaçja, ka qenë jurist dhe ka qenë kryetar komunën Kozogut
për 12-13 vjetë rresht. Baba im ka qenë një politeknik me 4 gjuhë të huaja. Baba im dinte greqisht, italisht, turqisht, arabisht. Historisë e se si ku i mësoj të tëra këto gjuhë është pak a shumë do ta them me 5 llafe. Turqishtën e mësoj në shkollë fillore në fshat, se deri në 112 nuk ishte shkolla shqipe në fshatin tonë. Italishtën e mësoj me italianët e minierës së Selenicës në Vlorë. Arabishtën e mësoj në Kairo në një 4 vjet me të motrën dhe me kunatin, me hallën time domethënë dhe me shoqin. Dhe 7 vjet tjera ndëgjën në Athinë. Në Athinë mësoj punoj orën dreqës. Pra thash vin nga një familje vërtet labe, vërtet na kërthize kur veleshit, por jo çoban, jo bari. Nga një familje intelektuale për kohën, kam intelektuale të mundshme. Këtu buron dhe koncepti im i pakthyeshëm edhe i pathyeshëm si advetar shqiptar. Për këtë e dua shumë vendin tim dhe popullin tim. Dhe mendoj që kjo është arsyeja që ju keni ardhur tek unë për të më bërë këtë intervistë. Është shumë e vërtetë kjo dhe mirënjohje dhe respekt nga ana ime të paktën personalisht, por më sa shoh keni edhe nga shumë shqiptarë tjerë që ju përshëndesin dhe ju vlerësojnë për atë siç ka thoni, madje jeni kthyer një nga zërat e atyre njerëzve që ndoshta nuk e shprehin, por në mendimet e tyre qëndron ajo siç ka thoni ju. A keni pasur ndonjëherë pendesje për gjithë këtë rrugtim që keni ndjekur, qoftë të trashëguar dhe që e keni mbajtur në dorë fort dhe e keni mbrojtur me zemër nga familja juaj që edhe e keni shprehur për Shqipërinë? Absolutisht, në familja ime kam pasur një mbështetje absolute dhe kam dhe tani mbështetjen e familjes time të plot. Dhe jo vetëm që nuk mendoj se ka bërë një gabim, por e thelloj akoma më shumë dashurinë time për vendin tim, për popullin tim, për. E ke si amanet apo edhe ndjen vetë? E ndjej vetë në radhë parë, po dhe amanet e kam. Edhe amanet. Si është këtë gjë në raport me veten dhe tek pjesa tjetër që është në masë tek shqiptarët që nuk kanë të njëjtin temperament ose reagim si ju? Populli shqiptar është ushqyer për aktual populli shqiptarët e sotëm që jetojnë. Janë lindur, rritur, u plakën dhe po vdesin me fjalën hesht. Hesht. Hesht nga frika apo? Hesht se do vuteshe në burg. Sepse kush foli, vajti në spaq, vajti në internim, vajti në burrel, e ka paguar shtrenjt. Në familjen tuaj ka pasur njerëz që janë Jo, nuk kam. Por janë familje dëbuar. Dëbuar. Për arsye se babai kur ishte se ne kemi qenë të velen me familje, dhe babai im atje punonte orën dreqës. Një profesion që e mësova dhe unë. Dhe të cilin e shfrytëzova pastaj kur i kanë në emigracion. Dhe meqense babai im ishte fetar dhe ishte edhe mjek popullor, një mjekësi popullore të mësuar në Egjipt bashkë me vllajin, me vllajin e tij Sheneviun, Shenevizacën, se këta ishin Hitozacë, Nebizacë, Karafilzacë, kishin si mbiemër mbanin emrin e babait, se kështu ka qenë për kohën atëherë. Po. Dhe kështu që si që thonë për shembull Ismail Kemal Qejati, po mbiemri kishte Vlora, Ismail Vlora. Po kështu edhe ne. Mbanin mbiemër emrin e babait. I thrisin Karafili i Zacës, Hitua i Zacës. E kupton? Ky që koncepti që kishin këtë mbiemër. Dhe për sa përket pjesës që ju nuk keni pasur, thjesht jeni dëbuar. Na dëbuan në 66-ën mbas letrës së hapur të Komitetit Qendror Partisë në mars të 66-s, në muajin shtator, në hoqën nga Tepelena na shuan në fshat. Ma lanë shkollën e mesme për gjysmë, më prishën gjithë jetën, më prishën gjitha vendin e tim dhe të familjes time. Vajta në fshat, unë vajta me 3 vite, kisha mbaruar vitin e 3 të shkollës mesme, dhe në fshat vajta edhe gjeta gjithë udhëheqjen e kooperativës, të këshillit e të partisë në fshat, të gjithë me 4 klasë. 2 veta që janë 2 agronom me shkollë të mesme dhe gjithë janë të pa shkollë. Megjithatë mua më çonin e punoja në fush, ndërsa ata rrinin zyrave. Ata që ishin pa shkollë, domethënë imagjino se çfarë njëjta situatë edhe sot. Do vide atje. Imagjino se çfarë dhimbje shpirtërore dhe çfarë stresi shpirtëror heq kur të komandon një i paaft, një dallkauk, një idiot. Vetëm se qenë antar partie,
janë pjesë e nomenklaturës, janë mbështetës të Partisë Punës dhe ata përfitonin. Pra, edhe sot e kësaj dite vazhdon po e njëjta situatë. Del një patronazhist, avokat i madh në thonjza, dhe bën në vend që të debatoj me mua në media, fillon edhe bën propagandë dhe ngrë në qiell Partinë e Punës, partinë të gjithë komplet nomenklaturën e Partisë Punës së Shqipërisë, që e ndarë sot në partiçka, po është një, ndash PD, PSD, LSD, Drejtë Birit, që gjithë janë një parti, janë komunistët, po, janë bashkë. Janë 100% bashkë, ta dëgjojnë mirë shqiptarët. Dhe po e shikojnë e vërtetojnë, e provojnë ditë për ditë janë bashkë. Ma prishë gjithë intervistën me këtë që thete. Unë kisha menduar bënin diçka tjetër, fistin për shembull për yjet që nuk dalin gjatë dimrit, siç dalin verë, flasin për horoskopin ujor. Nuk merrem me ato fare. Nuk merrem fare me ato? Absolutisht, horoskopi është një mashtrim. Është një mashtrim. S'ka lidhje. Po ju nuk jeni zaçi islami që dilni në media flisni për shembull për këto gjëra? Për horoskopin nuk kur. Kur për horoskop kur. S'ka po njerëz nuk i duan këto gjëra në Shqipëri. Se po bëjnë një lloj edhe ngacmimi, po nuk e duan vërtet. Pyet çfarë të duash. Të lutem, tek unë s'ka nuk kam me ftyrë për njerëzit, s'ka censurë, nuk ka. Thjesht po ngacmohet, se jam shumë përshën për çka kam marrë dhe ju e dini shumë mirë, por thjesht ishte një ngacmim se duhet dalë te kjo që njerëzit sot gjitha pushtetet, të katra pushtetet që unë vetë, nena e kam mësuar që na ka thënë që media është pushtet i katërt, për mua është një nga pushtetet më të rëndësishme ai që luan edhe turmën, e kam bërë në ndërlidhje me 3 pushtete tjera gjyqësor, legislativ dhe ekzekutiv, paktën ai çka është i politikës, e kam bërë që t'i japin e themi këtë lloj informacione dhe mos t'i japin zërin tuaj, zërin tim ose zërin e disa komponentëve shumë të rëndësishëm shqiptar që thonë vërtetën. Pra ju e keni fjalën këtu që politika dezinformon. Duke thënë pastaj që këtë që themi ne, që është dezinformim kjo që po themi ne. Pra nuk duan të gjejnë të vërtetën, duhet të flasin për gjëra që duhet të flasin se çfarë ishte 3 i Atlasit. Po. Ajo kometa që kaloi kohët e fundit dhe që thanë në 19 dhjetor do duket dhe nga dhe nuk duan thonë që fat ju pak më lart. Dhe i largohen problemeve të ditës. I largohen krimeve që bën kjo shoqëri, kjo politik vazhduese direkte e diktaturës Enver Hoxhës, diktaturës komuniste, duke e vënë popullin, duke e drejtuar vëmendjen e popullit, bie fjalë tek Big Bordel. Bravo. Çfarë është Big Bordel? Do filloj këto ditë, fillon edhe këto ditë, do filloj. Po jo pa qëllim e bëjnë ata. Shqiptarët janë lodhur nga patronazistët që dalin e flasin për televizione dhe gënjejnë dhe mashtrojnë opinionin publik dhe duan të dëgjojnë një gjë që morhaq kalojnë kohën, nuk e kuptojnë që me ndjekjen e atyre programeve dhe asaj medie që transmeton Big Bordelin, vrasin fëmijët e tyre, vrasin pasardhësit e tyre. I vrasin. Pse i vrasin? I vrasin sepse i çorientojnë, i dezinformojnë dhe i shmangin nga rruga e ndershme dhe e nderit dhe punës dhe i çojnë në rrugën e në shkatrimin e familjes. I çojnë te LGBT-njëshi, i çojnë tek pederastia, i çojnë tek njohja ajo deklarimi i gjinis, këto janë turpe që s'ishin menduar ndonjëherë. Por sot këto janë bërë të ditës, janë bërë të modës, pse se ka një fuqi tjetër shumë më të madhe se sa kjo që drejton neve këtu. Cila është? Që quhet Illuminati, që quhen masonët, ose qeveria e fshehtë. Janë ata që drejtojnë botën, janë ata që i nxisin dhe i financojnë, harxojnë miliarda dollar për të shkatëruar moralin dhe familjen. Dhe ky shkatërim i moralit dhe familjes ka filluar që në vitet 60 me të shikuajturit hippie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa ka ardhur në Shqipëri? Ajo ka tani është plaku në Shqipëri. Është futur, ëh? Do të argumentoj. Mund të më thoni pak? Po, në vitet 60, kur ka qenë ministri i jashtëm Henry Kissinger në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si jam i vjetur dhe jam bashkos asaj periudhe, dolën hipit me ato rrobat e grisura,
jetonin të lirë si bagtit në përpyrje, në për xhungla, në rrugë, flinin në rrugë, dje me vajza pa tërësisht të shturur dhe të prezantuar si fukarej, si njerëz të varfër që donin lirinë e tjera tjera. Në fakt ata janë paguar shumë shtrenjtë për atë periudhë. Secili nga ata merrte miliona dollar për të dalë me pantallona të grisura, të çara në gjunjë, me vajzat me gjoks për jashta, e tjera, domethënë një histori e plotë. Këto ishin ato vite. Po, 160. Dhe kjo hyri me ta shqyrquar në mod. Filluan pastaj me ata filluan në art me Beatlesat edhe me Madonna që qenë këta. Pra e futën shturjen dhe ritmin e futën tek brezi i ri që është i jetur për të thithur një gjë të re. Atë se çka ishte model, këto bën pjesë e modelit që të përfitej më shpejt nga fiks dhe e bën pronë të tyre dhe sot nuk ka djalë apo vajzë të re që nuk i ka pantallona të grisura të prera me brisk në gjunjë, në kofsh, në gjithandej. Po pse kjo nën vetë nën kupton diçka kjo prerje e pantallonave? Ajo mode atyre. Jo, ka një mesazh tjetër apo? Mesazhi ishte që jo kundër luksit, kundër edukatës. Ne shikonim mos na grisej që kundin pantallona ose xhaketa shkonim me vrap te nëna për të ardhuar me njëherë. Kurse sot e grisin kastile. E grisin kastile dhe jo pa qëllim e grisin kastile. Futur në Shqipëri, si janë futur në Shqipëri, në çfarë fushësh, sektorësh ose institucionesh janë futur? Shiko, po e ke parasysh videot e para vitit 90. Të gjithë shqiptarët, djemtë e burra shqiptarë që sidomos ata që ikën jashtë, ishin tërë me flokë deri këtu. Ata rrinin me flokë gjatë hipit. Pra i morën si model? I morën andej dhe i implementuan vetë këtu, i zbatuan fakt se duhet për të fjalë që prej kohësh edhe në Shqipëri. Padyshim. Dënoheshin flokë të gjata, madje kishte raste që u aprisin, i qethin në rrugë, i kapte policia dhe i qethin në rrugë. Po, unë kam jetuar, ju e keni dëgjuar, kam jetuar këtu në Tiranë. Pra, se në Tiranë ndiqej moda, se kudo ndiqej në Golem, s'ndiqej moda në Golem. Në qartë, të paktën shteti, domethënë ose ata që ishin funksionarë të këtij vendi reagonin ashpër ndaj tyre apo bënin sikur. Shiko, ato që nuk i interesonin i ndalonte. Nuk do të gjë, si prishin punë, por ajo liria, se gjithë kjo shkonte drejt tendencës së të rinjve për të qenë të lirë. Dhe komunizmi, diktatura komuniste, atë godiste ndjenjën e lirisë. Ndaj thash që u lindëm, u rritëm dhe u plakëm me fjalën hesht. Prandaj dhe populli shqiptar nuk proteston më, prandaj nuk kërkon asgjë, çfarë do që t'i bëjnë e pranon. Se u mësua me hesht, tha nuk dalin do të rrugë se ata të vrasin. Po dhe të vrasin, more vrafsh vetën, dhe të vrasin, po të vranë. Se lirinë sa pa njeri. Këta kanë devizën e tyre, Gramosovçi deklaron dhe thot, liria pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës. Mbaroi, kjo i thot të tëra, po e doni t'u jap ta shikoni e keni në YouTube këtë deklaratë. Pra, ndërsa të parët tanë kanë thënë, liria fitohet me gjak. Tani liris duam, po dhe të drejta duam, po dhe të shohim dhe big bordelin duam. Jo, o big bordelin, o edukatën, o familjen, o djalin, o vajzën, o nusën, o gruan. Kjo është. Ku është thika tani në këto momentin ku ndodhet Shqipëria? Në palc apo në kock? Thika ka vajtur në kock. Dhe ka filluar e gryen dhe kockën tani. Po e gryen dhe kock? Gryen dhe kock. Si e sheh pra këtë pjesën e reagimit shqiptarëve? Si mund të zgjohet? Do që ta shikosh se si zgjohet? Hajde bëjmë një xhiro bashkë në Tiranë. Unë e ti. Do ta bëjmë. Do ta bëjmë një ditë. Dhe do ta shikosh reagimin e qytetarëve ndaj meje. Si reagojnë? Do t'i shohësh. S'ka qytetar që nuk thot, bravo avokat, faleminderit avokat, që i thua këto gjëra se vetëm ti thua se tjerët si thonë. Se tjerët janë Amino Hoxhë, unë nuk jam Amino Hoxhë. Okej, Mandreu, ti e kërkon këtë gjë që ta thonë qytetarët këtë gjë? Je nga ata njerëz që kërkon këtë? Absolutisht, punën time ja. E ke nevojshme domethënë këtë gjë? Respektin e qytetarëve e kam të nevojshme. Patjetër, po e ke nevojshme që ti rron për këtë jo? E bën këtë gjë për këtë gjë jo?
Të lutem, mos ma bëj të pyetje se është shumë denigruese. Jo, më fal. Unë jetoj për vete. Më fal, nuk unë ato që bëj të lutem, se pushoj unë, por e bëj në kuptimin, ja them edhe vetes, edhe shumë personazhe. Ato që kam thënë, zotëri. Që bëjnë këtë gjë, por puna është që këta njerëz pse duhet mjaftohen vetëm me këtë që ju përgëzojnë ju dhe nuk bëjnë diçka vetëm. Se s'kan kurajë të dalin vetë. Po ju si reagoni ndaj atyre njerëzve për shembull që ju thonë vetëm si të them respekte, s'kam që të them. Kaq. Respekt çfarë të them ti? Po i një burra them ndonjë kur më ngacmon shumë i them, po i burr hajde pas meje. Unë them, dalun i pari, hajde dhe ti pas meje, s'vi. Pra, duan që të shohën atë tjetrin të parin edhe, mbas e dalin. Dhe nuk po dalin. Por këtu një rol shumë negativ ka luajtur komunisti Sali Berisha. Sali Berisha komunist është? Super komunist. Në gjatë gjithë 35 vjetëve, Berisha ka eliminuar të gjithë kundërshtarët e mundshëm që mund t'i zinin në vend, konkurrentët e mundshëm. Si ka eliminuar? I kanë nxjerrë thjesht siç kanë nxjerrë. Thash i ka eliminuar se si pastaj gjeni vetë u bën ulumtoni. Ulumtoni, e di që jemi në fjallori, je shumë në fjallori ose. Thash i ka eliminuar, kaq. Pastaj mënyra se çfarë eliminimi ka bër e gjeni në YouTube. E gjeni në dokumenta sa duash, ka Google-i me 10 faqe, me qindra. Dhe vrau dëshirën dhe protestën dhe opozitën e opozitarëve të ligjshëm, të përndjekurve politik, të burgosërve, të internuarve politik që kanë hequr të zitë e ullirit dhe me kujdesin më të madh ka bërë përjashtimin e tyre nga strukturat e Partisë Demokratike. Dhe gradualisht ka ta ndisi deri në atë fazë sa që sot janë i dalë 20 veta atje për ta mbështetur dhe ai thotë do dalë të bëj protestë. Pse do të bëj protestën? Do që të bëj protestë që të ketë 5 veta me vete që kur se do arrestohet. Ka mbaruar ta punë. Edhe pse është në hetim, po do arrestohet. Do arrestohet Berisha? Do arrestohet Berisha. Tani shpejt? E kanë marrë vendimin amerikanë se kanë marrë unë. Por na gënjejnë dhe amerikanë, pastaj na gënjejnë, ata thonë do arrestohet. Ka ardhur FBI-a dhe DEA në Shqipëri. Shqipëria është bërë rrezik real për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për demokracinë. Mos shikoni federatët e Evropës. Federatët e Evropës janë me këtë kast politike. Ata e kanë mbajtur. Unë kam quajtur Bashkimin Sovjetik Evropian. Bashkimin e Evropës. Ne nuk do vemi kur në Evropë, ta din shqiptarët. Mos as 2030 jo? Urdhë? As 2030 nuk do futemi? Kur Shqipëria jo. Dhe shikoni kush nuk hyn në Evropë. Po do futet sultani. Cili sultan mor? Ai do vejë vetë në burg shumë shpejt. Do dorëzoj pushtetin, do qërohet ai, po. Shikoni që në Bashkimin Evropian nuk pranojnë vendet me popullsi muslimane. Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Turqi janë vende evropiane dhe nuk afrohen, jo më të bashkohet të pranojnë në Evropë, po as afrohen. Ka 40 vjet, 50 vjet Turqia që kërkon të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe se po më thu shumë gjëra, po ti marrim pak me radhë. Domethënë jam te fjala, jemi tu tek fjalori, fjala eliminoj, heq, menjanoj, as duk diçka, eliminoj rrezikun, dëmin. Kjo domethënë ishte kuptimi. Ti e përktheve se përktheva. E ka përkthy kjo fjalori. Se ti unë ti gjete. Për çfarë eliminimi bëhet fjalë domethënë? Çfarë eliminimi ka bërë Berisha? Të lutem, nuk jam prokuror, nuk jam hetues, nuk kam dokumenta në dorë që të flas, di që janë eliminuar. Kaq, këtë e di. Pastaj me çfarë mënyrë dhe për çfarë arsye nuk e di. Po marr një rast tjetër, se çfarë është bërë në Partinë Demokratike. Në vitin 2005 erdhi nga djalli i SM-s, erdhi Lulzim Basha. Lulushi me ta shqyquajturin Kopi. Se ç'ke Kopi, dhe më fal po do ta them, se juve u lejohet në kanalin tuaj, se ç'ke Kopi dhe Gopi e din ata. Përse e pruri? Dhe çfarë bëri? Dhe rezultati i Lulzim Bashës ishte që bëri një pallat në Bregdetin e Vlorës, ja rrëzoi Edi Rama, i dha 15 milion euro edhe e bëri për vete. Edhe në 21 prill 2008, me rastin e ditëlindjes së Leninit, Sali Berisha bëri marrëveshjen e tradhtisë, mbulosi tradhtin, bashkëpunimin me Partinë Socialiste. Në 2008, në 21 prill, unë jep data të sakta, shikojini. Dhe kur u pyet, tha prap, edhe po të kërkoj prap, tha prap do ta bëja një marrëveshje të tillë. Pra,
Ç'bën, ndryshuan futën amendamente komuniste në kushtetutë dhe kanë bërë kushtetutë një paçaure që nuk ka nga ta zërqeni. Vazhdoj. Po kështu si ka shkuar gjithë situata, a do të bëjnë ndonjë si mund, a keni ju për shembull, ju jeni nga ata që Kam vetëm një shpresë, kam vetëm një shpresë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Diçka për shembull si mund të zgjidhet gjithë kjo 4 orë që është bërë një lëmsh kaq i madh sa që ne nuk e arrim të kuptojmë. Ngre dikush proteston siç është Berisha që thotë që është katandisur në një foltore, ka shkuar tani me 10 persona që mezi dalin atje. Është Adriatik Lapaj që është nga tjetër që i liron vendin. Stop. Berisha. Më the Adriatik Lapaj. Ka punuar me Sorosin, në djali Sorosit e thirrën në Amerikë, vajti... Si djali? Kur do? Djali biologjik? Jo. Jo, më jo, sa djali... Thash një nga djemt e Sorosit. Një nga djemt e Sorosit, më e keq lutem. Dhe bën atë që urdhrojnë të bëjnë. Adriatik Lapaj para 4 vjetësh ka ardhur dhe na ka hequr mikrofonin nga dora që ishin protest para kryeministrisë. Ta heq mikrofonin. Na heq mikrofonin, kam në spital. Çfarë proteste ka qenë? Natyrisht protesta që kundër këtij të madhit. Kundër këtij palloshit gjatë. Po mori mikrofonin. Po, mori mikrofonin dhe iku. Ishte bashkë me një qerazi si e ka ai, kishin atë një qendër zëri portative me bateri, që mund të flisnin më rehat, e mori ikën dhe e prishi protestën tonë. Pastaj doli dhe gjeti kurajon dhe u bë i famshëm duke dalë para kryeministrit në tek te zona e lirë Beçani. Dhe doli trim i madh Adriatik Lapaj për të bërë për ta pranuar, e promovuan. Ishte promovim i parë politik që i bëri Edi Rama Adriatik Lapaj sepse e ka të tij. Ai ndori, pse kush e ndori? Unë i kam thënë ati Edi Ramës, po e burë kam thënë hajtë bëjmë bashkë debat. Mos silti spiun të tu atje dhe këta gaxhivarët që dalën edhe bëhen trima. Kush është burë më thrasmuan në opozicion, se di unë se që i the. Do guxoj të thojë në fytyrë? Gjia Edi Ramës? Unë ja them ja tani këtu, po e burë Edi Rama mos dil para me në debat. 5 pyetje që ti bëj Edi Ramës tani. Ose 5 kërkesë llogari, ose nuk e di, si për shembull ke Edi Rama përballë, çfarë i thonë 5 gjëra? E para, pse ke vjedhur mbi 20 miliard dollar ke të tut në xhep. Aq pak? Kaq dëgjojmë në media, se di se ka bërë në inventari. E dyta, pse vjedh pronat e pronareve të ligjit, pronat e shqiptarëve me vendime korruptive, agresive, komuniste, VKM, të cilave nëpërmjet të cilave bën një lojë që vetëm partia jote e ka bërë në të kaluar në 45-46 që vazhdoni ta bëni dhe sot. Pra, nxjerr një VKM për pronën e tuaj zotëri, thot është pronë shtetërore, ta quhen shtetërore, s'ke që bën ti. Dhe mbasi e ka quajtur shtetërore, ka regjistruar edhe në kadastër shtetërore, pastaj ja jep atij që do vet. Dhe ka grabitur gjithë Bregdetin e Shqipërisë. Zotëri, pse ke vjedhur Bregdetin e Shqipërisë në të gjithë gjatësinë, që nga Kepistillos në jug deri në Velipojnë në Shkodër. Pra, e treta. E katërta. Jo, e treta tani është 2, sa më shumë kemi aq më e treta. Pse vrave drejtësinë? Reforma në drejtësi, në parantezë, kam derin të them që i pari në 2015 kam deklaruar dhe kam thënë nuk do bëhet reformë drejtësi. Thjesht do ndryshojnë gjyqtarë dhe prokuror, të cilët në vend të cilëve do vendosen mbështetës të Partisë Komuniste të Shqipërisë, dhe Partisë Punë Shqipërisë, dhe Partisë Socialiste të Shqipërisë, dhe Partisë Social-Demokratike të Shqipërisë. Janë bashkë parti çkat. Pra, ke drejtësi, hajde me mua ta shoh sa ke drejtësi. Hajde vemi në gjyq ku duash ti. Po gjithë to ministra, politikan, deputet, kryetar bashkisë që po shkojnë po përballen me drejtësinë, me ligjin, burge. Ku janë? Këto që dëgjojmë media tash lutem, po janë raste suksesi. Zotëri, këta janë me suksese të larta me medalje Dumani. Njëla postin bravo tani
Që edhe ky me shumë dëshmëri, saksi me ligjin për krah. Jo, bravo me që mi përmend me radhë se më kalon në një temë tjetër. Bravo na shpiku një nen të ri në legjislacionin shqiptar. Një ligj të ri, të pa dëgjuar deri më sot. Falsifikimi intelektual. Çfarë do të thonë kjo në tonë? Se di gjëje ti, unë nuk e kam kuptuar deri tani. Po e kuptove ti, ma thuaj. Falsifikimi Intelektual. Bravo. Tani thuhet që bravo ka marrë urdhër që të arrestoj të gjithë këta të korruptuarit. Jam i detyruar që derisa s'ka provuar të kundërtën ta besoj. Ta besojmë. I pari që i s'ka provuar të kundërtën. Ky asnjë një zero me gjufka. Zbëgjë. Sfare. Ky ishte mash në dorën e Edi Ramës. Në dorën e Edi Ramës. Po, fiks. Kam një kuriozitet mashush për sa përket asaj si quhet prezantimi para në parlament, nuk e di, e keni ndjekur të Domanit para se të mbyllte ky atë mandatin e tij, doli atje para parlamentit. Nuk e ndjek se e di që si Hoxha e di që ka thënë ato slogane që i kanë mësuar në kur e kanë thirrur në partinë kur e kanë thirrur Edi Rama. Zotëri, se ka qenë është në varësi, Spaku pra është në varësi të Partisë Socialiste. Nga dolën edhe partiçkat e tjera që thoni ju? Po nga dolën gjyqtarët e Spakut. A dolën nga numri i madh i gjyqtarëve prokurorëve që kanë në Shqipëri. A kanë bërë këtë shkollë? Madje unë kam të ndek të tjetër. Që nëse duam drejtësi të mirëfillt në Shqipëri, që vërtet të ketë drejtësi, duhet që kjo klasë drejtuese, klasë gjyqtarësh dhe prokurorësh, pa përjashtim, të qërohen nga katedra dhe nga sallat e gjyqit dhe të vinë dhjetra e qindra djemë dhe vajza shqiptare që kanë mbaruar jashtë shtetit, të pa korruptuar, të pa njollosur me pislëqet, mirë edhe të bëjnë drejtësi. Po pushtetit, dhe jo këtij pushteti, po çdo pushteti në botë nuk i intereson drejtësia, i intereson pushteti. Dhe pushtetin e mbajnë nëpërmjet një drejtësie të korruptuar. Dhe korrupsioni, koka e korrupsionit në Shqipëri është drejtësia, pastaj vinë politikanët dhe partitë politike. Pra pa drejtësi këta s'bëjnë dot asnjë gjë, hiç fare. Dhe dritën tani se në përkan shkop vinë vërdall për vendimin që mori prokurori i Spakut, i cili dhe atë vendim e DS-i e ka marrë dhe kush e ka urdhëruar që të marrë atë vendim, dhe që është midis dy zjarresh, midis Amerikës që ka Spakun dhe këtyre që kanë pushtetin, dhe ai ka humur gjumin e natës, që ta dish ka humur qetësinë, sepse është në presion shumë të madh. Është në jetë. Po është presion të madh ai se çfarë të bëj. Tani se thotë dhe nuk bëri është i Amerikës, ndërkohë gjyqtarët prokurorët janë të Edi Ramës tani? Jo, i komandon Edi Rama, i paguan Amerika dhe deri tani kanë bërë punën e Edi Ramës. Si ka mundësi? Se di Amerika këtë domethënë. Jo, di Amerika. Se di dhe të përgjigjen ata të rrugës Elbasanit, të na thon ata. Pse nuk ka bërë deri tani arrestime? Kaq lart janë të mashtrojnë edhe agjentët e Amerikës ose zyrtarët e Amerikës? Se dihet në amerikanët ata. Apo ndoshta në Amerikë janë ndruar pushteti derisa që ai bidoni edhe ata katër ambasadorët, unë bidoni them atje. Katër ambasadorët aziatik që na prun herë deri tek kjo Yuri Kimi, ata e mbajtën edhe e ushqyen Vizuja, Yuri Kimi. Katër. Ishte edhe një tjetër, e harrova. Nëse çelësi ka. Ata të katër. Ata e mbajtën dhe e ushqyen dhe e shëndoshin korrupsionin në Shqipëri. Ata e fryn Partinë Komuniste. A do shemet kjo thonë? A e besoni pak, keni shpresë te kjo gjë do shemë? Më ngjallur shpresa që nga momenti që mori pushtetin Donald Trump në Amerikë. Si po duket kjo e Trumpit? Po kalojmë shumë tema, nuk e di, është bëj çik kështu si. Se di u tjedi. Jo, unë jam bërë po kënaqem për veten, nuk e di. Po pika. Jo, megjithatë, unë jam rregull me çdo lloj pyetje që më bën. Kam meti shumë. Dhe të them që si po duket Trumpi me ato siç ka ki pas le të themi kokën tënde? Deri tani është në rregull. Është në rregull. Deri tani është në rregull. Se çdo ndodh nesër nuk e di. Se kush do dominojë këtu në Amerikë? Në Shqipëri, do në një vend si Shqipëria. Di që Amerika Shqipërinë ka pikë të veçante, ka pikë të dobët. Dhe këtë e besoj. Dhe shpresoj që këtë ta realizoj dhe në praktikë, të qëroj këtë sistem politik, këtë klasë politike të korruptuar, hajdutësh,
vrasësh. Po me Ramon I ka rregulluar marrëdhënien thoni kështu Jo. në anëzitare? Rama është I dënuar në Amerikë. Është në Rama, fizë si 7 vjet I dënuar. Si është dënuar? Nëse shkelej arrestohet? Është dënuar në Amerikë 7 vjet burg, se e kanë dënuar. Shpëton nga që nuk është arrestuar deri tani, se është kryeministri I Shqipërisë. Nëse arrestohet nga posti I kryeministrit arrestohet. Arrestohet. Dhe e di këtë gjë. Për çfarë? Dhe për çfarë e din ata, për çfarë? Pak, po pse kush e organizon drogën në Shqipëri? Xibrakën kush e mbrojti? Unë e mbrojta? Kush ishte në Xibrak? Ai ishte një pinë Verorxhës. I çuan bëri 4 muaj, 4 vjet burg sa bëri atje dhe më thonë se kanë të vajza do të babi. Që janë këto mor. Ne unë po të them këtu është kasa e Enver Hoxhës që qeveris në mënyrë eksplicite. Do marrim atë që vajti tani në gjykatë kushtetuese. Si e ka Genti Ibrahimi. I bini në Shqip Ibrahimi, ti shkretari të komitetit ekzekutiv. Kur është ndarë tepsia madhe? Kur e ndan gjithë të lojrat, gjithë të personale? Asgjë s'ka ndryshuar, janë komunistët në pushtet, janë djemt vajzat dhe niprit e tyre. Po, okay. Kur është bërë kjo ndarje e madhe? Cila ndarje? Kjo ndarje që Edi Rama duhet të jetë atje që është ky, domethënë ky Genti Ibrahimi duhet të jetë aty që është ky, Endri Shabani duhet të jetë avokat. O që më qove të ndrushka, po që kemër që hap tema tani që nga termi që thonë avokati popullit ta dishesh mashtrimi më I pa. Jo, unë e di, unë tani e kam marrë vesh ka avokat popullit që ka si... Mashtrimi më I pist, më I ndyr, thonë avokati popullit. Edhe qarë është faktisht avokati shtetit rezervë, se shteti ka avokaturën e tij, po ai është mbështetës rezervë. Pra është kolonë 5 ose tradhtia që I bëhet popullit me etiketën avokati popullit. S'ka avokat populli. E dikush kur do kishte avokat populli, po nuk u pëlqen ato që them unë. Se unë them ato që duhet bërë. E shef që doli tek ajo që thashëm pak më parë që më deri diku më keq kuptova, që ta lexova pak në mimik, për ato që njerëzit nuk e pëlqen, e thatë vetë, nuk e pëlqen, nuk e duan, jo. Do të them që nuk e duan vërtet. Unë jam I detyruar t'ua them cila është e mira. Dhe e mira është, doni avokat populli, po, të dalë të vërë kandidaturën si që vërë një deputet, kandidaturën për deputet, të vërë dhe qytetari, një jurist të vërë kandidaturën për kandidat për avokati popullit. Dhe avokati popullit të zgjidhet me vot nga populli, jo të emërohet nga ekzekutivi. Se propozohet si ishte këtë, më thy pak për rastin konkret tani. Ju po thoni si pozicion për avokatin e popullit që është shpjeguar shumë bukur, po për rastin konkret për Endri Shabanin si avokat popullit. U zgjodh në mënyrë më të pistë të mundshme. Na erdhi surprizë kështu domethënë. Më të pisën të mundshme. 35 deputet të Sali Berishës votuan për të. Dhe I dhanë votën. Ta shikuaj drejt opozitar. Pra s'ka opozit në Shqipëri. Kjo e vërteton atë që ju tha pak më lart që këta janë bashkë? Absolutisht. Këtë po e shohin gjithë shqiptarët, si ka mundësi? Po ja më ka mundësi se s'kanë që bëjnë. Si ka mundësi që po dalin ka qashqare, o kemë ndreju shqiptarët e thamë atë që nuk reagojnë, heshti Afrika, etj. Si ka mundësi që këta po bëjnë kaq mumë? Sepse kanë mbështetjen e Bashkimit Sovjetik të Evropës, të pederastëve të Evropës, të LGBT-qëve të Evropës, të kosit e të qumshit të Evropës, të kurvave që vinë ambasadore këtu me vlahutine me... Më the thash, ta saj kurvës tjetër që vjen nga Italia dhe I bjen I gjunjë kryeministri yt, se imi s'është. Pra, kanë aty mbështetje. Unë kam sultan, është mbret. Mbaj sultan edhe mbret, po do përfundoj në kosh plerave. E thu me shumë bindje, është hera e dytë që thua për në pak minuta. Është absolutisht e pa diskutueshme që ai do përfundoj. E pse nuk e lëshon Belinda Balluku? E lëshoi kushtetuesja, e çoi prapë në parlament. Po kushtetuesja qarë është gjykata inkuizicioni, është një lloj si gjykata që dënoi Galileo Galileo. Ore, mirë po më thu kushtetuesja jo, spaku jo, media jo, gjyqi jo, do në gjykatës është gjyqi, gjykatat jo. Qa ka populli? Popullit jo. Qa ka populli? Atere të ti përmledh. Edi Rama është president, kryeministër. Ama thuaj edhe te mbret, sultan, thuaj për mu pak. Jo, nuk e them. Jo, se nuk është deri në ato nivele, po kjo është, ka gjetur një popull raja, këtu një popull të vdekur e të pakallur edhe tale, po ku ka ai këllqe për ta quajtur sultan. Sultan mund t'i them Erdoganit, po. Që bëri shtetet dhe mbar shtetin e fuqishëm. Pra, Edi Rama është kryeministër, drejtori I përgjithshëm I policisë shtetit. President po. Ministri I mbrojtjes. Po president. Të mbaroj unë, do t'i them radhë, ministër mbrojtje.
president, kryetari i gjykatës kushtetuese, ministri i drejtësisë, i ka të gjitha vet. Pa përjashtimi ka të gjitha vet. Është kujdesur në mënyrë të veçantë që i marrë të gjitha pushtetet vet. Dhe i ka marrë. Ai qera si Maku. Ai ishte si Mubaraku në Egjipt dhe do pësoj të njëjtin fat si Mubaraku. Mubaraku urrëzua në sheshin Takrir në Kairo, u grumbulluan 1 muaj njerëzit, vrau 10-15 veta, po e pagoi me kokë të tija. Vajti si qenë i smur dhe u dënua dhe vdiq, ngordhi si miu. Po këta nuk i din këto histori të ngjarje që kanë ndodhur. I din, po kam nuk e shikoni që këtyre u mbeti mendja Evropë, në një kohë që neve Evropa na kanë dhënë 5 shtete, cila Evropë? Evropa kurvë, Evropa kurva plak, cila Evropë? Ajo të cilës do t'u them qytetarëve një ngjarje që nuk e din. Një ambasador anglez, ministër mos gaboj ka qenë, diskuton me Gjergj Fishtën dhe i thot pse jeni kaq hajdut ju popull hajdut ju shqiptarët, i thot. I thot Fishta shqiptari po, i thot vjet, i thot një dele, vjet një pushk për të mbrojtur nderin e këto tjera. Dhe për këtë i thot kemi i thot po besimit pse ndruat, i thot, keni 3 besime. Shikoj, tha, ne kemi qenë të pushtuar dhe ndruam 3 besime, edhe kemi 3 besime fetare në Shqipëri. Por ju zotëri, tha, për një byth gruaje ndryshuat fenë e gjithë perandorisë. Dhe anglezi nuk foli më. Pra, ata që në burra shteti. Jo këta lapanjozi që dalen tani. Që falen atyre, ju ulin kokën direkt. Kuptove tani? Ja, kjo është. Po mirë, Amerika pse nuk ndërhyr përderisa ende pas ka ish përzemër Shqipërinë, ku Shqipëria Mendoj që ka ndërhyrë dhe i ka njerëzit këtu. I ka njerëzit, ëh? I ka njerëzit. Atë që thatë më. Jo më larg se sot, u tha që FBI-ja dhe DEA janë këtu në Tiranë, në Byron Kombëtare të Hetimit dhe në SPAK. Ndaj këtij Po kjo ka vite që thuhet. I ka ikur qetësia. Ka vite që thuhet. Po ka vite që thuhet, po ka ditë që po bëhet. Se jo duhet dalë kjo, ka një konflikt midis Europës dhe Amerikës apo? As bëhet fjalë fare. Po. Ne duam shumë në ky po ka shillik Amerikës apo? Po patjetër, prandaj them unë që Evropa e kemi shumëzuar me zero. Është shpresa jon paktën vetëm me shpresë në gjithë Amerika, vetëm Amerika. Evropa jo. Evropa të solli, ore si e kërkojnë këta shqiptarët e Evropën? Kaq të pander janë, kaq të pacip janë. Evropa të thotë deklaroj gjinin, je mashkull apo femër. E kaluan parlament ato. Edhe kaluan në parlament 76 kurva e kurvar. A është vërtet që brenda parlamentit thonë që 28% e tyre në parlament kanë pro deviacionet? Si deviacion, e bëjnë për hobi. Federacinë e bëjnë për hobi tani. Ndrojnë gratë me njëri tjetrin, i bëjnë të tëra. Është vërtet që që ndrojnë gratë? Këta janë, po janë provuar disa. Okej, që kanë ndrojnë kështu, po... Ka që lënë ratë tani, shkojmë tutje, se bëj gjene civilet atyre. Unë di këtë, të them që këta janë komplet degenerim, që miratojnë një ligj martesash burr me burr, grua me grua, të cilin e realizoi ish kryetari i Bashkisë Tiranës, që martoi ato 2 kurvat në bashki, dhe që këta miratuan ligjin e deklarimit të gjinisë. Kjo s'kishte bërbaki. Dhe prandaj shqiptarët kanë rënë kaq poshtë. Dhe prandaj mirua bëjnë juve shqiptarëve. Pak e kini bile. E ke edhe me shqiptarët tani, dore edhe kjo. Patjetër, po këta e mbajnë atë, këta e mbajnë. Na e thënë mesazh duke në syve unë edhe të gjithë ato që na dëgjojnë, ato shqiptarë që nuk flasin, ato që janë thjeshtur që flasin brenda një tavolinë, brenda familjes së tyre dhe nuk e shprehin. Të tërë flasin, të tërë mi thonë mua në rrugë që mire ke dhe miri thua, por nuk del njeri që të protestoj. Pra, mirua bëjnë, pak e kini. Do të vinë, do të fruten dhe në krevat dhe s'kini që të bëni për këtë qëndrim që bani vëllezërit e mi shqiptarë. Këta kaq agresiv janë dhe kaq paturp janë. Shpresoj që Amerika të tregoj vendin të qëroheni sa më parë, por deri tani këtë mendje keni. Politikani më i keq të më i pa fytyri, më i pa cipi, më i pa nderi Sali Berisha. A është ky e keqja strumbullari i gjitha poshtësive dhe ligësive që vijnë sot në Shqipëri Sali Berisha. Se tradhtoi të djatën, tradhtoi idealistët shqiptar, përzurit i gjithë të përndjekurit politik, i largoi me të gjitha mjetet edhe mënyrat dhe sa afroi njeri rreth vetes atij dhe ka grumbulluar rreth vetes sa çapaçul, sa spiun, sa servil, sa patronazhist,
që janë të pa cipe dhe të pa ndesh. Ai ishte politikani më i rrezikshëm. Unë sot nuk e urrej Edi Ramën sa që urrej Sali Berishën. Pse? Kam arsye. Edi Ramën e urrej natyrisht e kam armik, është e saj partije që më dëboi nga qytetin 66, më prishi jetën time të familjes time, të prindërve të mi, por e kam armik dhe e di, e njoh. Ndërsa ky i pafytyri, Sali Berisha, erdhi si mbështetës joni i idealistëve shqiptarë dhe nacionaltarëve. Shfrytëzoi besimin ton dhe na futi thikën në palës. Ky është mi poshtëri dhe mi pëlliquri. Sali Berisha. Me hile. Po. Ky e shiti detin, ky u shërben grekëve, ky e bëri flamurin e PD-s me ngjyrat e flamurit grek bardhë blu, bardhë bojqill. Ky ka bëu. Si rastësi e menduar? Si rastësi e jo. është e mirë studiuar. Kështu. Po kjo televizit e fundit tek Partia Demokratike, po shihni që edhe ato demokratë të tjerë naiv le të themi, si avlena, nuk është bosh, është i gjitha bosh. Gjë pa vlerë. Ajo është gjë pa vlerë. Gjë pa vlerë për arsye sepse por lojra s'bet fjalë fare, por nuk ka marrë Saljani që ka ikë, domethënë është lojë. Po që diskuton Saljanin, ti Saljani në burg vetë e vë flokët. Kush ti lejon në burg të vësh flokët ti të bësh gjithë ato gjëra që bën ti? Jo, Saljani. Po, unë e them në mënyrë figurative ti, se Saljani ti drejtojmë, jo ti. Pse është diçka falsë kjo, domethënë është një lojë, është një show kjo gjë që po bën? Absolutisht, është mashtrimi i këtyre naivëve që vend pas tyre. Unë nuk kam thënë demokratëve, s'është demokrat Sali Berisha, bëni riorganizim, nxjerrni një udhëheqje të re, fusni në udhëheqjen e Partisë Demokratike, njerëz të përndjekur nga klasat e përndjekura, po të mos ketë qenë spiun patologjist, spiun të Partisë Punës. A besoni ju tek protesta? Të shqiptarëve? Jo, protesta. Protesta me grek, më shikoj fermerët grek kanë kthyer dynjan nga ana tjetër. Forma me shkëlqyer e korrigjimit dhe e diktatit që mund t'i bësh një pushtetit korruptuar. E sjellën Terezi. E rrezon. Po si. Të dalësh të protestosh në patjetër, derisa të rrezohet. Patjetër. Siç protestuan egjiptianët që rrezuan Mubarakun. Me proteste rrezuan. Nuk ku vetë Mubarak. Pse nuk ngren shqiptarët e kjo? Për te pjesës hershit të frikës. Është çështje mosbesimi, le të themi, se s'kan me këtë të kapen me këtë të kenë një, le të themi, para këtij karvani. Sepse protesta jo dolën shqiptarët. Se s'do t'i mohojmë ato. Kur? Se gjatë këtyre 13 viteve kemi dalë me 10 herë dhe kemi bërë Gjirë Bulevard me Lulushin. Por këtë po them pra u tradhtua objektivi. Po e tradhtuan e çuan. Prandaj them me i ligu Sali Berisha, se protestin e popullit, urrëtitjen e popullit e kanalizoi në një pikë që e shumëzoi me zero në fare. Ai shkatroi protestën në 90-s, ai ka bërë të tërë, të Lulit. Mos harrojmë që ai bashkë me Edi Ramën në 21 janar kanë ekzekutuar 4 qytetarë shqiptarë. Ishte ekzekutimi pastër dhe ishin bashkë. Të dy bashkë kanë bërë. Ishin bashkë për të thënë shqiptarëve që mos delën protestën e të vrasin. Dhe praktikisht atë bën. Aty kanë vëvulën. Aty, bravo. Aty u materializua ajo marrëveshja e 2008-s e 21 prillit. Ditëlindjes Leninit. Po për çfarë flasim ne tani këtu, kohë kemi një orë që bëjmë të bisedë. Urdhër, që ndi? Po për çfarë e flasim këtë gjë? Si për çfarë? Për plagë që ka shoqëria shqiptare sot. Kush do të dëgjojë këtë? Në dash të dëgjojnë, more. Zotëri, nuk janë dëgjuar të tërë lindasit në kohën e tyre. Si janë dëgjuar, se s'kishin dhe mundësi të dëgjoheshin. Se një gazetë dilte, apo një njoftim, një trim, një kaçak, edhe prapë shqiptarët dolën dhe e fituan pavarësinë. Pavarësisht se ndihmuan të fuqi të mëdha që u bë Shqipëria e pavarur, se bënim dot vetë nuk diskutohet, por ama ndollën shqiptarët. U bë lidhja e Prizrenit, u bën kryengritjet e Malësisë të 1110-11-s, u bë kryengritja e përgjithshme në 1112, u fitua pavarësia, u shpall njëri tjetrin, edhe por e përgjysmuar nga Londra,
Nga miqtë e Diramës, londinez, këta tëri kanë fëmijë në Londër që mësojnë edhe i studiojnë. Këta, të ndershmit. Po mirë, nga Londra. Se tani Londra ta themi që është një Londra, Berlini, jo ishin bashkë. Londra, Berlini, Parisi. Të huajt. Moska, po. To kanë bërë bashkëpunim me tradhtarët tanë. Jo, ato i kanë bërë vetë ata. Për shumë rasti e sot pashës me Avni Rustemi, si e lezon? Avni Rustemi që një killer me pagesë, as më shumë as më pak. Por Avni Rustemi, të dy një lloj janë. Avni Rustemi vrau një tradhtar, por që ishte edhe vetë i korruptuar. Esat Pasha donte një Shqipëri nga Durrësi nga diku aty nga Shkodra deri në Shkumbi. Atë donte ta qeveriste vetë, dhe pjesa tjetër pastaj vetë i jepej Veriut dhe Jugu Greqisë. Nuk është studiuar mirë nga historianët shqiptarë dhe nuk është thënë tërësisht e vërteta për Esat Pashën. Është një figurë e pa e zauruar akoma, që të dalë tamam siç është. Do dalë një ditë? Shpresoj. Shpresoj. Mos harro dumbabistët këta. Tani kush ka qenë më i dëmshëm nga këta dy personazhe, më i dëmshëm për Shqipërinë, pra? Nga këta dy. Siç po flasim sot për Edi Ramën me Berishën, për shembull. Shikoj, po po vërtet me dy figura të ta thash në fillim, unë jam nacionalist, unë jam adetar, dhe cili do që jep 1 centimetër katror të huaj dhe unë dua ta varr militar. Kaq. Po, kush ka bërë më shumë dëm nga ato? Në periudat të ndryshme të caktuara, të dy kanë bërë dëm një lloj. Do marrim Avni Rustemin, propozojnë në Parlamentin Shqiptar që të mbahej 1 minutë zi kur ngordhi Lenini. Kjo i thotë të tëra. Po Esat Pasha? Trajtojmë, bëri marrëveshje që ngriti qeverinë e Durrësit. Edhe Avni Rustemi nuk e ka vrarë Esat Pashën për këtë arsye që ky bëri këtë ndarje të Shqipërisë? Shiko, sa edhe një tjetër është një figurë e pa studiuar, e pa... Pra sa kemi informacion? S'kam informacion. Okej. A beson ju tek historia e Shqipërisë? Tek ajo se çka mësojnë nëpër shkolla, kemi mësuar ndër vite? S'kam dokumenta tjera që të kundërshtojnë ato që kemi dëgjuar e lexuar. Dalin gjëra plot tani. Del që shkolla e parë shqipe është bërë në Kurbin, në vitin 1360, në mos gaboj 1340, diçka e tillë, para pushtimit turk, po. Di që misionarët turk kanë ardhur para pushtimit turk në Shqipëri, para pushtimit. Ma bëshin ndarje për këtë pjesë, ka hapur shumë debat prej vitesh, turqit janë pushtues apo kanë ardhur për të... Qa, erdhën miq, erdhën miq turqit, Po mirë, ku i kanë sytë shqiptarë dhe mend e kokës? Se një shtet, një ushtri e huaj, që vjen dhe të rrëmben vajzat edhe të dërgon në për hareme, vajzat e tua, a mund të quhet? Si e kanë bërë? E kanë bërë turqit. Ç'është kjo pyetje që bën? Por ke bërë shkollë apo s'ke bërë? Kujdes me mua. Me mua ke kujdes. Po dëgjoj. Zotëri, ka derdhur lumej gjaku turku këtu, por i mbështetur nga tradhtarët shqiptar. Nga renegatët. Tani, po të kapësh gjithë kronologjinë e saj, para 6 vjetësh, tani sa ka pra të huajt e kanë përçarë Shqipërinë, e kanë bërë të gëzuar. Po mendimin e shqipfolësve. Kishe pyetje që të bërë pak më lart. Pra tradhtarët kaluan ke Esat Pasha me Avni Rustemin, po dalin turqit tani. Thot gjithmonë me. Po edhe te grekët, dhe te turqit, të tërë një lloj, të tëna kanë shkruar. Nisëm me Londrën, ju dolët ke Berlini, dolët ke Parisi, dolët ke gjitha. Dolëm tani ke Turqia, ke Greqia. Armik shekullor, 500 vjeçar. Gjithmonë me 500 vjet armik zotri. Nuk ndërtuan, do të jap një intervistë që kam bërë, jo intervistë e organizuar, isha Xhiro te liçeni. Po edhe kjo është shumë rastësore, është gjithë pyetjet. Jo, kjo është organizuar se ka ardhur Kastile për të bërë. Kastile po unë thjesht e kemi. Po unë atje isha në rrugë. E kemi bisedë clear. Isha në rrugë. Dhe kur shikoj që kishin vajtur kamera dhe policë në te liçeni, vajta thash dalet shoh çfarë po bëhet. Kur shikoj atë pllakën e ushtarëve të Erdoganit atje, thash, po kjo këtu. Ç'ne, nuk na mjaftojnë varet e grekëve në Kelcyr, në Drop, në Bularat dhe në Korç, po unë dhe këtë këtu. Dhe më e fundit akoma fare, që si abitort, busi i Miçotakit i Konstantin Miçotakit në tokë shqiptare në Dervician,
Ore, ne jemi të trajtuar nga shqiptarët. Ne që e duam të vend, jemi të trajtuar nga shqiptarët. Kush ka më shumë fal për sa përket meqenëse je te Greqia, për sa përket marrëdhënies Shqipëri-Greqi, Berisha që fali Dedin apo Rama? Fajtori i parë është edhe tradhtari i parë është Enver Hoxha. Për çfarë? Ja do ta them unë. Enver Hoxha pretendonte që ishte marksist-leninist. Në Greqi në vitin 74 që lidhi marrëdhënie diplomatike Enveri me grekët, në fuqi ishin junta ushtarake greke. Dhe ai lidhi marrëdhënie diplomatike me ata. Bashkë u lidhën marrëdhënie diplomatike në vitin 80-81 mos gaboj ose 82 diçka e tillë, Enver Hoxha u ka dhënë atyre të drejtën që të mirë një pjesë të ujit të lumit të Vjosës për ta çuar në liqenianin se po u thaj, po u kthehej në Knet. Pra sot një pjesë e Greqisë po janë në Sheona. Po mos nuk është jo të agore, sa pekla këtë tuat, qa këtë tuat? Ajo është kufinin shtetëror grek më thua është e jona. Ka qenë dikur kryeqendër Shqipërisë Janina. S'është më, kur ta marrësh, kur ta japën. Çdo ta marrin? Se di, s'jam unë që e komandoj. Po 80 vite që Edhe një herë, mos dalim. Pra ishim të tradhtarët. Tradhtari i parë është Enver Hoxha, lejoi ngritjen e varrezave të ushtarëve grek në Bularat. Edhe pastaj vazhdoi Sali Berisha me atë Ilir Metën që ndërtuan varrezat në Kërcyr, që kanë bërë ca varreza bosh atje dhe sa kanë hedhur kockat e burrave dhe djemve dhe grave të Kërcyrës i kanë mbushur si kur janë ushtarë grek. Dhe të dini një gjë, grekët kanë një parim, e kanë në kushtetut. Atje ku vritet një ushtar grek është tokë greke. Dhe ata në 40-ën është kushtetut në grek. e kanë kushtetut. Dhe në 40-ën ata kishin një këngë Piramet ti vorjoi piro, Piramet të tepeleni që ti Gorica, sindo ma tha vrethume mes ti Gorica, mes ta Tirana. Pra, morëm tepelenën, Korçën dhe tepelenën dhe shumë shpejt do gjendemi në Tiranë. Ishte kënga, marshi që lexojnë dhe sot në librat e historisë në shkollat greke. Me qedëm të historia, historiografia shqiptare në librat shkollore s'ka asnjë gjë për historinë shqiptare. Është për të qarë hallin, është për të vënë ulërimën. Pra, ata fëmijët e tyre i edukojnë që të vegjël dhe thonë na ka marrë Shqipëria gjysmën e veriut të Vorjoepirit dhe ne nuk ndihemi fare për çamërinë që kanë uzurpuar ata dhe që kanë vrarë mijëra njerëz që kanë therrur me thiku, kanë çarë barkun grave shtatzane. Ne jemi të trajtuar nga shqiptarët zotëri dhe nga komunistët shqiptarë, nga mender komunistët shqiptarë. Kështu. E mbyllim me këtë? Do ta mbyllim, mërzitet. Jo pa aq, do themi edhe një herë tjetër. Do ta lëmë edhe një herë tjetër? Po patjetër. Do ta lëmë edhe herë tjetër. Ua, edhe herë të tjera. Edhe herë tjetër. Më thuj një Se do ketë gjarje. Më thuj një mendim për këtë bisedë që kishim sot. Kaq lëmsh, domethënë. Për me, jo vërtet, je shumë korrekt, po me këtë lëmshin që krijoj unë. Mendimi është që ti duhet i rendisësh, ja, ti Nuk pëlqeu kështu. Jo, ti rendisësh në kuptimin kronologjikisht, se e bëm si muhabet klubi. Nuk të pëlqeu kështu. Ore, unë ato që desha të thosha i thash. I the, Tani rezultatin dhe suksesin e emisionit e ke ti në dorë. në kam në dorë. Me sa mund shitet Zaç Islami? Me sa mund shitet? Për sa mund shitet? S'ka vlerë, s'ka çmim. Shpashtim. Nuk i vendot çmim. Dhe që Islamit jo. A ke pas ndonjë presione, kërcënime ose ku diun, Jo, forma ndryshme? ball hapur s'u ka dalë kurkush. Por ma hape këtë temë dhe dua ta thuash. Patjetër. Në 20 nëntor të 2001 më vjen një ftesë nga ambasada shqiptare në Athinë. Isha me banim në Greqi në atë kohë, dhe më thotë Zoti dhe Zonja Islami në datën 28 nëntor, ora 19, jeni të ftuar në Hotel Divani Karavel me rastin e festës kombëtare, në koktejl që jep ambasada shqiptare me rastin e festës kombëtare. 28 nëntor. Vajta dhe unë, deri në atë kohë, unë kisha një aktivitet. Po e them të jashtëzakonshëm, se do thonë që mburem, po nuk mburem, është e vërtet, kisha një aktivitet si asnjë shqiptar tjetër në Athinë.
e në Greqi. Dhe vete në hallin e hotelit, ishim mbledhur diplomat huaj të atashe ushtarak, ambasador, më të thash, të akredituar në Athinë. Shkuat ju bashkë me zonjën. Po, dhe takoj, kam dhe fotografit aty mund t'i tregoj. Dhe takoj ambasadorin, Kastriot Robo. Më thot Kastrioti, zoti Islami, thot si shpjegohet që juve me këtë aktivitet që kini ju nuk ju njeh njeri në ambasadën tonë. Thash zoti ambasadoru nuk vjen atje se ju një tër komunist. Trosh, direkt, tu. Si po e dëgjoj. Mos prit nga unë të them gjithë pa qenë, se nuk jam trim. Them vetëm gjërat e vërteta. Ata që gënjejnë janë trim, unë nuk jam trim. Bashkëshort jam kapit e krahur, do men që mos fol kështu. Edhe i thash kësaj e pa zhvëngër, di mirë që them unë thash. Zotë ambasador, jo tha, nuk është ashtu, tha, ambasada është e gjithë shqiptarëve, tha. Mor po se qysh ishte tek edhe si funksionon në di mirë, thash, po kam një pyetje që më mundon dhe s'po jap dot përgjigje. Kur do tha? Që jam këtu, i thash, i ftuar në 500.000 shqiptarë, që ftuat mua, i thash, nuk është rasti, keni një arsye. Por unë pyes veten, i thash, si shpjegohet që s'më ka ndaluar një doganier grek, një polis grek, një në punës grek, një zyrtar grek të më thotë, hajde këtu, kush je ti? Që letra s'ke, lej qëndrimi s'ke, lej punë s'ke, hynë e del me nga një vizë, dhe vjen nga bëdhe dhe ciu duke na sharë në vendin tonë, në televizionet tona. Po. Pse e bëjë këtë atje, e? Po, pse më ftuan? Qa pyetjesh bën? Po. Dhe ai qeshi, më thot, shiko, ti thot ke shpëtuar, thot, ty thot ka shpëtuar ambasadori Amerikan në Athinë, Thomas Niles, i cili në datën 27 mars në mëngjes, ti ke që në datën 26 mars të Sky, të televizioni Sky, thot, në datën 27 në mëngjes, ambasadori Amerikan ka vajtur në Ministrinë e Jashtme dhe u ka thënë, ai shtetas e shqiptarë që folin brëm të Sky është njeri jonë. Se ndryshe tha ty as molekull nuk do të gjënë, jo më të dile tipi edhe intervista. Unë këtë gjë nuk e dija. Unë deri atëre mendova që në Greqi ka demokraci, njerëzit janë të lirë të flasin, etj. Nuk e dija kush më kishte mbrojtur. Pra mua më ishte rrezikuar jeta që unë për 4 orë mund të zhdukesha. Në momentin që ke dalë në media. Që Apo që herët? Herë më kishë Që herë, që në media, që kur kam dalë në media, se para më njifte njeri, s'kisha punë. Sepse unë jam i vetëmi që kam thënë, jam i vetëmi që kam thënë, keni bërë genocid në qamëri, se ka thënë njeri tjetër atë. Palesë që dalin tani, Trimosha e thonë kemi bërë, na ka luftuar shteti grek, se kemi bërë kiametin për Shqipërinë, dhe si më s'kam folur në njerë, s'jam burë në njerë, asa kam zënë në gojë bile. Edhe kjo ka dalë rastësisht tani në për konferenca që më kanë pyetur njerëzit që e din të vërtetën. Dalun të fakt duhet që media shqiptare të më kishte mbështetur mua për të gjitha këto, edhe thoshe po ky është qytetar shqiptar që më do vendin. Po media shqiptare është shitur te greku dhe te serbi dhe prandaj nuk është marrë me mua fare. Nuk në Shqipëri keni pasur ndonjë Jo, në Shqipëri jo. Kështu sharje bëjnë në komentet, ashtu dhe t'i bjen të në qesë të ditën. Po me dikën një konfrontim ose përplasje? Jo, po nuk guxojnë të më dalin përballë, se s'më përballojnë dot në debat, se kështu në forcë edhe një fëmijë më rrezon mua se u jam 80 vjeç tani. Po në debat jo. A është e frikshme që sot të shprehesh mendimin e lirë, mendimin ti? Unë nuk njoh frikë, nuk e di për tjerët. Nuk e njoh frikën. Të falenderoj shumë për këtë bisedë. Mora shumë informacion, mora shumë siguri dhe mbështetjen atë se çka bëj dhe unë në formën time, modestinë time, për të qenë edhe unë një shqiptar i mirë siç jeni ju. Faleminderit për ftesën dhe shpresoj që t'i kem ezauruar dhe t'i kem kënaqur deri diku kërkesat e emisionit tënd. Ishte kënaqësi dhe të falenderoj dhe e vlerësoj shumë gjithë se çka bëni vazhdimisht dhe uroj që ti ta gjesh veten edhe tek kanali PIS kjo pasere, ndoshta edhe për tema që mund të kemi më eksakte ose për ngjarje
më specifike që mund t'i zbërthejmë më në detaje Padyshim, qendrimin tuaj. më keni në çdo kohë në dispozicion. Të falenderoj shumë, të keni shëndet dhe jetë gjatë. Faleminderit.